Mirëmëngjes gjithëve, e nderuar zonja Bogdani, të nderuar përfaqësues të Bashkimit Evropian, të nderuar përfaqësues të OBDA-t, Citat, i nderuar zoti ambasadori Republikës Gjermanisë në Shqipëri, të nderuar koleg, i nderuar zoti Keta, të nderuar përfaqësues të medias. Ju falenderoj për pranimin tuaj sot dhe përpara se t'ja lëz fjalën zotit Braho, t'i kaloj zyrtarisht dhe stafetën, me lejoni të them dy fjalë. Sot mbyllet një kapitull që ka qenë një ndër më sfiduesit e karrierës time 26 vjeçare si prokuror. Drejtimi i prokurisë së posaçme ka qenë një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Në rrugën tonë jemi ndeshur me vendime të vështira, sfida institucionale dhe presione të mëdha. Në çdo hap kemi punuar me integritet, profesionalizëm dhe vendosmëri. Sot mund të them me bindje se SPAK është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Këto arritje janë rezultati punës së palodhur të gjithëve, prokurorëve, oficerëve të byros kombëtare të hetimit, hetuesve financiar, ekspertëve, stafit administrativ, kabinetit dhe të çdo punonjësi që ka kontribuar me ndeshmëri dhe kuraj. Dua t'ju falenderoj përzemërsisht për përkushtimin, integritetin dhe sakrificat tuaja. Gjithashtu dua të shpreh mirënjohjen time partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë krah nesh në çdo etapë, me mbështetje dhe ekspertizë të pakushtuar. Kontributi i tyre ka qenë i çmuar për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe për ndërtimin e standardeve që kemi sot. Një falënderim i veçantë shkon edhe për publikun shqiptar. Besimi i tij ka qenë forca jonë më e madhe. I uroj shumë suksese zotit Braho në detyrën e re dhe kam bindjen se ai do të mbështetet në mbi trashëgiminë 6 vjeçare duke e çuar përpara misionin e SPAK-ut me integritet dhe vendosmëri. Faleminderit dhe suksese zoti Braho. Nderuar të ftuar, nderuar koleg, gazetar dhe qytetar. Së pari shpreh falënderimin tim për Këshillin Lart të Prokurorisë për besimin dhe për vlerësimin e treguar, duke më përzgjedhur në pozicionin aq të rëndësishëm të drejtuesit të prokurisë posaçme. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Falë mbështetjes së pakurrësyer të partnerëve ndërkombëtar, SPAK-u po forcohet si strukturë solide e ndjekjes penale. Dëshiroj të vlerësoj paraarsimin e detyrë zotin Kraja për kontributin e tij në momentet e vendosjes së gurëve të parë të institucionit për të marrë formën që ka sot, si dhe zotin Dumani për guximin dhe integritetin e tij duke forcuar profilin e SPAK-ut dhe duke rritur besimin e publikut. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur përpara Këshillit Lart të Prokurorisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Biroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke synuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Institucioni do të vazhdojë të komunikojë në mënyrë të qartë me media dhe publikun, duke respektuar kornizën ligjore. Nderuar koleg, misioni i SPAK-ut shkon për te mandateve individuale. Unë besoj se jemi një skuadër dhe të punojmë krah për krah me përkushtim në përmbushjen e zotimit tonë ndaj kushtetutës dhe ndaj qytetarëve shqiptar. Faleminderit. Suksese.